Do martohesh me mua? Do vim një kafe pastaj bashk? Jo, realisht kam nevojë, më thuaj mendimin të sinqert. Kam shumë nevojë ta di. Nëse do të njihej më shumë një grua dhe grua mos më merr për ofendim se këtu ofendohen kur I thua grua është kompliment. Është gjinie. Kam nevojë ta di si më sheh mua një grua pak më në moshë se unë dhe pak më me shumë vite karrierë se unë. Ti do më shihen si një mashkull potencial për të martuar dhe për të bërë fëmijë me mua? Për aq sa unë të njoh, për nga ana jashme. Më thuaj të vërtetën. Për aq sa unë të njoh, pra se unë nuk të njoh tysh, mjaftueshëm. Pra sa unë të njoh, për nga ana jashme ti gëzon shumë cilësi, shumë të mira dhe shumë e fata ajo që do të marr. Edhe të them unë dhe unë jam për mua ka paragjykime pa fond për shembull. Ti do e kish problem? Ai njëri që do të doj nuk do të interesojë asgjë. Asgjë për ty. Ti po që një grua e sigurt. Asgjë nuk do të interesojë për ty, të betoam njeriu që të do pikërisht për atë gjë më të fortë, edhe nëse do të di që është e vërtet, ore do të adhuroj. Edhe këtë gjë mbaj këshill nga mua. Never settle. Më kurrë më mos e ul veten për një person që or pikërisht atit personi dur atë pyetje bëja të parën kur e shef që ka potencial, mos e çon deri 5 vite dhe mbas 5 vitesh të filloj të hape atë temë dhe ti të shoh një version ndryshe. Në fillim thua një person me potencial, kështu që edhe ti ndaje këtë pragmatizmin e idealizmin. Special. Unë mendoj që vetë magjike zgjidhen. Dëgjoj, për ju që do na ndiqni pas